Të dashur miq, përshëndetje, mirë se vini në Zhurma Video Music Awards, është edicioni 11 në këtë vit të 2015. Si shikoni, jam në tapetin e kuq. Sonte rikthehem pas 2 viteve, atje ju prokuroshe tjetër në sken, ku do t'jenë emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Pikërisht ata të cilët të synojnë për këtë trofe, këtë statuj që unë kam në duar. Natyrisht artistët më të mirë që kanë punuar brenda një viti. Stafi i këtij eventi ka menduar të ndaj çmimet për më të mirët. Nga Best New Artist e kështu me radhë. Aty kam edhe publikun që do të ndihmojë, besoj, natyrisht në këtë event sonte. Kështu që duhet të them vetëm diçka, ne ndiqemi nga Radio Televizioni 21 e njëkohësisht nga Ziko TV. Është televizioni që promoton e natyrisht përmbon këtë spektakël nga edicioni i parë tashmë në edicionin e 11. Nuk dua të zbuloj emrat të cilat do të jenë sot, por e di që të mundohen paktën shumicën e tyre pick-up në këtë tapet të kuq në red carpet. Unë di se ta kalojmë shumë mirë së bashku në fillim e më pas edhe në një super show. Prandaj na ndiqni dhe qëndroni me ne. E ndërsa ne tani do të mirëpresim nga Kosova Limo, nga limuzinat më të mira që kemi në Kosovë, artistë që do të vinë një nga një. Të ftuarit, sepse nuk është thënë që të jenë vetëm ata që këndojnë, por njëkohësisht edhe ata që ndajnë çmime, njerëz të mediave, personazhe shumë të rëndësishëm, të cilët bashkëpunojnë me artistët. Shohim, po na vjen limuzina e parë, e duhet tani të shohim kush do të zbres nga kjo limuzinë. Kujtojmë që jemi në teatrin e bukur të Gjilanit. Mirë mbroma, mirë se erdhe. Ne si që të kemi një gazetarë më të mirë në këtë event. Më thuaj pak ti jo shpesh vjen në red carpet. Vin për shkak se çdo gjë dedikoj brezit të rinj, sidomos brezit që kanë lidhur në masordhjes natës, edhe sonte me këta të rinj lidhje të njerëzakimisht mirë. Bëni gabim, bashortën ku e ke? Fatkeqësisht nusja nuk ka mujt sonte me orë dhe vajza dhe më vjen shumë keq. Kaloni sa mirë dhe mos bëjmë gabime. Mirupafshin. Okej, ky ishte një nga gazetarët më të mirë që ne kemi. Presim të tjerë artistë, një nga një në këtë. Më duhet që këtë kup ta mbajmë deri në fund. Okej, ja dikujt. Faleminderit shumë. Ne do vazhdojmë. Të kujtojmë në këto momente, të dashur miq të shikues që jeni duke na ndjekur, që janë shumë bashkëpunëtorë që kanë ndihmuar në realizimin e këtij spektakli për këtë vit. Shikoni që është ndëruar pak emri, por jo domethënia, jo qëllimi. Natyrisht duke i referuar nga Zhurma Show që tashmë është Zhurma Video Music Awards, për ta popularizuar më shumë ashtu siç ndodh në të gjithë botën, ku i referohet shpërblimeve për videoklipin më të mirë të një viti. Ky spektakël mbështetet nga Komuna e Gjilanit me në kryetarjen e komunës zoti Lutfi Aziri. Njëkohësisht sponsor general është Qendra për Mjekësi Fizikale dhe Rehabilitim Banja e Klokotit. Sponsor të artë IBI Events, që organizojnë vetëm më të mëdha në diasporë, është Migros, gjigant i mobilimit kosovar, të Kas, Heran Beauty Salon, përvoja e shkollës së bukurisë angleze. Falenderojmë shumë edhe sponsorë të tjerë tradicional, që janë Dita GSH, dekorimin e eventeve më të rëndësishme, Kosova Limo, limuzina dhe veturat më luksoze, kush do të jetë brenda, çfarë ka veshur nëse është femër, e natyrisht me kë është shoqëruar. Shohim. Atëherë, janë disa gazetarë. Mirë mbroma. Deri tani jeni grupi më simpatik. Jo se jemi bashkëpunëtorë, natyrisht edhe nga bota sot. Drejtoresha, bashorti, edhe një nga destoperët më të mirë. Mirë se erdhe. Pyesim pak femën më shumë, kush është kujdes për shkëlqen? Vjoca Lapashtica është kujdesi për duke, ndërsa për grimin dhe Flok Studio Diva. Për ty kush është kujdesur Bashorta, si që përmendë. Noli, mirë po ndesh në red carpet, është si në Angli apo? Mirë shumë të, mirë të.
Do të bëjmë çmim më duket së bashku na kanë thënë, Jemi gati? Gati, do t'ju falenderoj shumë për ftesën, për mua është një nderë dhe kënaqësi shumë e madhe që t'jem në këtë event kaq të madh. Si gazetë madhe që jemi dhe që kemi mbështet natyrisht çmimet më të mira. Kalojnë sa më mirë. Okej, këta ishin natyrisht kolegët e mi nga gazeta kombëtare Bota Sot. Sponsor të tjerë dua të kujtoj edhe nuk i lë anash janë Pro Computers. Furnizim shitje dhe servisim kompjuteresh, është Menakon, shtëpia e modës, është një nga dizajnatorët më të mirë që ne kemi në Kosovë, Blerina Prokoqirugova, showbizi shqiptar në faqe super relakuar dhe famshme, Unique, Media, Trafik, Konix, Saloni Fiji, Radio Star, Bota Sot që pak më parë pamë edhe kolegët detoreshën e kësaj gazete, Festa Krasniqi, një fotografe dhe kujdes, paparaz i mirë, Air Fotograf, një tjetër fotograf i njohur, Gens Emini, fotograf. Dhe falenderoj në mënyrë të posaçme Radio Televizion 21. Ku tjetër, shtëpia më madhe mediatike ku i referohet spektakleve e natyrisht këtë vit bashkëpunon edhe Zhurma Video Music Awards. Shpresoj që po kalonin shumë mirë. Jeni kurioztar të dini. Opa, kush po më vjen? Mi mbrëma Vjonca, eja. E shumë fa. Ku qa i dojmë na. Hadi një punë fancat atje. Besoj se e kuptuat se kush janë. Ju të dyja gjithmonë bashkë. Po, kryesisht bashkë. Sa ndonjë mashkull simpatik në vetë apo? Hallet e dirtet bashkë edhe normal. Po shkëlqeni, po dukeni shumë bukur. Më tregoni pak kush është kujdesur. Për mua është për kujdes Studio Vjosa në Arbëri. Për mua si gjithmonë, edhe për dukje, edhe për krem, edhe për fustan dhe resa. Na ndaloni me ardhjen tuaj, do ndani ndonjë çmim, do këndoni, nuk e di. Na kam nderu edhe u mundum t'i nderojmë, sigurisht Ziko gjithmonë na nderon edhe ju uroj nga zemra dhe shumë festivale kështu shumë a shoh sepse na mbledh gjithve. Dhe kaloni sa më mirë se më presin të tjerat, okay? Ju dua kaloni mirë. Një këngëtar e re nga Peja. Mirëmbrëma, përshëndetje. Ti era parë në red carpet. Mira po. Po ndihesh? Shumë mirë. Je ftuar. Po, e ftuar, ju falenderoj shumë për ftesën, kam qenë sinqert. Kaloj sa më mirë. Përshëndetje, si jeni? Shëndetje. E pak të nominuar, të ftuar special, e ftuar. Të ndajnë një çmim apo? Jo, Vini në qift. Fëmijë që shoqërojnë. Duke shumë bukur do të na thuash kush ka rregulluar se lumturie fetore është që zjerë ka. kalojnë sa më mirë brenda. Faleminderit shumë për pranimin tuaj. Okej, ne vazhdojmë, të presim të tjerë artistë. Do mundohem, thash, t'i kap të gjithë artistët, nëse duan natyrisht, nëse jo. Është Zhurma Video Music Awards 2019 në këtë vit edicioni i 11. Kujtojmë bez një artist, bez balada. E njëkohësisht do ketë çmim për best interpret, best performance, best styling, best rock, best pop. E shumë tjerë. Kam ku një fletësh. Unë dua në të momente të falenderoj edhe ata që kujdesen për transmetimin në mënyrë që ju që jeni në shtëpi dhe nuk keni mundësi për të ardhur këtu përpara teatrit të bukur të qytetit të kulturës që është Gjilani. Natyrisht ty falenderoj dhe se janë shumë, janë kameraman, është një ekip shumë i madh në punën e transmetimit nga regjia. Që unë përshëndes natyrisht dhe falenderoj shumë, shpresoj që po përcjellim atë që ne duam në bashkëpunim. Kush do ta fitoje këtë vit çmimin e madh? Best All, që i bie jetë klipi më i mirë në të gjitha kategoritë, si kënga më e mirë, performanca më e mirë,
gjyrimet më interesante dhe artistët natyrisht më in. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Kemi kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit, mirë, faleminderit. Çfarë kujton tapeti kuq? Mrekulli, mund të them, na kanë mungu këto organizime, ka mbeti vetëm ky festival, të cilin duhet ta përshëndetim dhe ta respektojmë. Kaloni sa mirë brenda. Ku shkoni, do të shkoni, nuk do të kaloni pa folur. Mirëmbrëma. Si të kemi një artist të në këtë event. Kismet, mendojmë që do të kemi diçka, po s'pari ju përshëndes të gjithë, kalojmë sa ma bukur, sa ma mirë. Bashortja dhe shumë mirë ke bërë që nuk e lënë vetëm. Është obligimi për bashkëjetën son. E dukeni për mrekulli si çift, nuk e di unë çka kopo e parë bashkë. Flasin në evente. I ftuar, i nominuar, çfarë do bëjmë aty brenda në show? Mund ta zbulojmë pak këtu? Zbulimin nuk e jap unë, zbulimin e kanë dhënë ata që kanë votu, ata do ta prezantojnë sonte se çka atje. Okej, kaloni sa mirë dhe sa më shumë fat. Patjetër, faleminderit gjithashtu. Faleminderit shumë, ishte artisti i merituar Mahmut Ferrati, natyrisht së bashku me bashortën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se gjetët. Ne si t'ju kemi këtu së bashku me bashortën. Më duket në një event për herë parë me bashortën në tapet kuq apo Në tapet për herë parë për shumicën e rasteve shkojmë bashkë. sa shumë të duan. Kjo është Meda. Dukeni për mrekulli, kështu në dukje. E natyrisht një artist i madh.
nuk kemi pa shumë në për eventet të tilla. Sonte je i ftuar, do të marrë në një çmim, çfarë mund zbulojmë në një sekret kështu? Po në sekret i ksalon për fund, po mendoj që për këngë që ka modër e tash do të jetë diçka me albumin lidhje. Ti e përka gjithmonë bashkë, besoj apo? Dukni mirë, kaloni sa mirë, faleminderit shumë. I marrë janë Vej Idrizi dhe Ilir Bahlia, ku shkon e këtu. Mi mbroma, mi se erdhe. Mbroma, mi si gjetën. Shumë si ti pas disa viteve kthehesh në një event, një sportist, natyrisht një organizator shumë i suksesshëm në Dia Sport. Më thuj pak qëllimi i javës tënde, ke pranuar ftesën, a ka ndonjë surprizë aty brenda? Ka shumë, ka thirrë, ndoshta komi qenë surprizë atje brenda. Unë jam i lumtur që jam këtu. A për surprizat dolin vetë surprizat. Po pse s'keni marrë një, nëse ishin me Medën, një këngëtare që e menaxhoni, që e merrni atje, pse keni marrë me vete sonte? Po shiqo, Skënderbeu sa i madh ka qenë ai kur me femra s'ka dalë. Bravo, dukeni shumë mirë. Ilir, Ilir ti i ftuar do të ndar një çmim, keni mbështetur shumë edhe këtë festival këtë vit e diun. Unë jam sponsor i art, e kam mbështetur gjithmonë Ziko TV dhe pa përmendur që do ndaj një çmim. Jam shumë i lumtur që jam në pjesën e juaj, faleminderit për ftesën. Shumë mirë, po dukeni edhe bashkë. Kaloni sa mirë. Të tjerë artistë, personazhe të njohur të botës televizionit, të botës së showbizit, do të vinë në këtë tapet të kursonte në këtë event. Brenda është magjia në sallën e teatrit të bukur të Gjilanit. Pas pak do të nis edhe ndarja e çmimeve në Zhuma Video Music Awards në edicionin e 11. Do kaloni shumë mirë, kam baza të sigurta, burime të sigurta, të cilat vinë nga organizatorët. Drejtoresha e spektaklit, Dodona Memini, që është një mikeshe imja, kolege ime shumë e mirë, më ka thënë që të gjitha artistët që janë të nominuar janë të ftuar. Pra, është dërguar një ftesë. Pastaj varet nga ata nëse duan të vinë apo jo. Gjithsesi në këtë event gjyna, përdorim një fjalë shumë keq nëse nuk vjen, nëse do të nderohesh për punën tënde është një këshillë ime kështu personale. Okej, shohim me Kosova Limo. Kush do zbresi tani? Në një personazh që ne duam edhe ta ngacmojmë, të dim pak më shumë për të. Apo jo? Shumë fansa! Këto broritje janë për të marrën gjulaj, mirë se erdhe. Mi mbroma, mi su gjeta. Mirë se erdhe. Dhe shumë mirë ke bërë që ke marrë vllaun. Mirë mbroma. Mirë mbroma juaj. Po ndjesh shumë mirë, po herë parë më duk, se po ndjesh? Shumë mirë, mirë. Shku me... Okej, gjyste. Që mrekulli, a? Sokolla, duket që apo jo? Kusht ka veshura, ka rregulluar? Sa herë, më ka vesh bashorti me një fustan Versace bukur, pucë të sade, dhe sa grimin, ka po make-up bajtina, flokët... Pas ke hargjuar hiq më duket. Flokët Kenanin, apo dërë. Po deshe mos jep 10 sonte. Të kujtohet? 11. Okej, kaloni sa më mirë, edhe më vjen shumë mirë që ju kemi, do kemi shumë surpriza brenda. Kaloni mirë, faleminderit shumë për pranin tuaj. Reagimet natyrisht për artistët të mëdhej, do të vinë një nga një. Më ndihmon pak për të shkuar atje? Unë do të shkoj atje. Opa! Ti ke ardhur për të parë kë? Noizin. Do ta pustesh në faqe Noizin? Shumë. Din shumë këngë të Noizit? Di? Shumë mirë. Me kus. E po nuk erdhi Noizi ç'a bën? Ultrina? Do të vi më duket, do të vi. Keni ardhur për të parë kë? Edren. Letri Vulën. E nëse nuk vjen letri? Tjetër këngë? Kida. Po ju keni ardhur për të parë kë? Kidan. Kida. Po. Adhe Majken. A themi një zhurma bashkë, 1, 2, 3. Zhurma! Bravo, opa! Bravo, shumë do mirë jeni. Si gjithmonë publiku i Gjilanit. Do them edhe diçka të dashur miq të shikuesve, publiku i Gjilanit, edhe si shikoni janë të rinj, adoleshentët që në fakt bëjnë më shumë, qoftë në rrjetet sociale për të preferuarin e tyre. Për shembull pash
dhe dëgjova disa emra të artistëve që kanë qenë shumë mirë, që janë të nominuar, kanë ftesa, po të shikojmë nëse vijnë apo jo. Ka dhe nga ta që nuk dua, për shembull, këta ishin miqtë e mi. Janë me disa miq, gazetare e njohur, por nuk duan të prononcojnë, nuk ka problem. Je prishim qefin atë. Mbrëma, mirë se vjen, producent i shumë spektakleve të modës. Kemi kënaqësi kemi. Faleminderit për ftesën. Varet me ty është, ne di po ma tregon kështu publikisht. Është nusja ime. Nusja jote, e duket shumë mirë. Hera parë që del në tapet kuq me blondinin? Po, era. Mirë po ndjesh? Mirë. Ti dukesh bukur, më trego pak kush ka rregulluar, kush ka veshur. Blondini ke dhënë një vërejtja, këshill për mirë apo keq? Gjithmonë kjo është e mirë, edhe pa veshje, me veshje, gjithçka. Do thoj diçka se femrat duan për fustane për Për fustanin është Spytra Dedinja, grimi në Artan Agipi. Okej, do kemi surpriza brenda, ju uroj të kalojnë sa më mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për pranimin. Best Dance, do të jetë një çmim, Best R&B, Best Hip Hop, Best Female, Best Male, Best Duo, pra për bashkëpunimin më të mirë, Best Folk, ka të tjera dhe të tjera. Best Couple, çmimi popullor, çmimi Ziko TV, çmimi internetit, çmimi nderit, Best Album, Best Song, Best Video. Best Album, Best Song e Best Video, tre çmimet ta quajmë kryesore sa ato më të zjarrta që do zbulohen nga fundi i këtij spektakli. Mirë mbrëma, mirë se vini. Showbizi shqiptar, si jeni? Mirë, faleminderit. Kjo artista shumë e mirë. Faleminderit. Përshëndetje të tre bashkë, nga u bashkuat. Nga u bot. Rrugës u pam edhe erdhëm. Nuk është shumë bukur. Ata bëm një rëndullim që, hajde, bravo. Ana, kush ka veshur, kush ka rregulluar? Fustanin Vjoca dhe Pashtica, që përshëndet shumë dhe faleminderit shumë. Grimin edhe flokët në Agipi. Edhe ju djem, duke në shumë mirë, për nese femrat showbizi shqiptar, keni bërë sot në një reklam apo jo? Do ndajnë një çmim, çfarë ftese keni sonde? Ta dim pak? Po kemi në internetit. Jetë mirë? Do ndajmë çmimin në internet. Mirë, urojmë të kalojnë sa më mirë, edhe postojnë një foto. Kalojnë sa më mirë, Ana. Gaso. Ku ke Big Mamën ti? Ma të shtëpia sonde. Okej, Nagip, je lodh? Una jo se vlodh, po qash më e klodh si e reporter këta njerëz e pamundur, a? Okej, më thuaj ndonjë emër që ke rregulluar sot në sallonin tënd, Ara nga Nagipi? Asnjë. Asnjë, veç Ana Kaboshi. Faleminderit shumë edhe për ndërhyrjen time, edhe Gason. Për herë të parë në Red Carpet, Për herë të parë sonde. që është ku bën duetin shumë interesant në këngë të bukura. Presim në një çmim, si është ajo gjendja emocionale, stresi? Nuk di, nominumi jam, tash qyrëm. Kalojnë sa më mirë, edhe ky kolegu tjetër nga Arta Nagipi, faleminderit shumë. Ka artist të ri, siç ishte për shembull reperi Gaso, i ri por i shumë në treg.
Mi mbrëma, mirë se vini. E madhe Shkurte Feza, gjithë ky entuziazëm është për ty. Dua të kiti apo jo? Kemi kënaqësi të kemi këtu sonte, ti shpesh respekton këtë event. Jam edhe unë shumë e kënaqur për këtë atmosferë të bukur. Pas keni krijuar tamam kushte që artisti me uni shumë mirë. Faleminderit shumë, veçurime edhe shumë suksese Zhurma Show. Them që duke shumë mirë, ndoshta po ti dukesh gjithmonë shumë mirë edhe sonte. Kush të ka veshur kaq bukur? Unë grimin e kam bate Bersi, vajza ime Bersi, flokët i kam bate parukjerja më e mirë që ka Kosova Temeli. Kurse fustanën e kam nga Amerika. Bashoti çfarë tha për ngjyrën e kuqe? I pëlqeu, më tha po duke shumë bukur. Ma dha një kompliment shumë faleminderit. Nëse më mirë, shoqëron motra një artiste tjetër. Eja, mi mbrëma. Më dukeni se ju rrallë ju shikojmë në këto evente. Po, është e vërtet, po. Është event i parë që më orkestër. Është e mrekullim, po duket që minutë do presim ndonjë çmim, ndonjë surprizë do kemi brenda apo jo? shpresojmë që po. Kalojnë sa mirë, duket ti për mrekullim, më tregu pak kush ka veshur. Butikët e Vjolca Llapashtica. Vajzat dhe motra, ku se kaloni Shkurte Fezës? Faleminderit, mi mbrëma Gresa, mi mbrëma. Mirë mbrëma, përshëndetje. Me mamin dhe me motrat përsëri këtë vit. Pse? A ka më mirë? Duke shumë bukur të shkon kjo ngjyra. Kush të ka rregulluar kaq shumë dhe kaq bukur? Faleminderit shumë për dukjen si gjithmonë për kujdeset motra, e cila do është për fistan të bukur, po ashtu edhe për flokët dhe grimin ka çoçi. Gresa e ftuar speciale, do kemi diçka tjetër, do zbulojmë diçka apo? Do ta ndaj një çmim se çka e shohim më ndër. Se motra duket shumë bukur, jo për një gjë. Faleminderit shumë. A vjen shumë mirë që gjithmonë na shoqëron në Gresa. Patjetër. Ka mirë brenda. Faleminderit shumë. Këta ishin një familje artistash. Ka tëftuar special, ka artistë të ri, shikojmë edhe Reperla. Unë e di që këtu në Gjilan, për shembull, është një label shumë i njohur. E shikoj dhe ovacionet e publikut, të rive që duan dhe i mjepresin shumë mirë Duat Rukasin, na vjen shumë mirë për këtë. Pse të mos themi ne faleminderit Zotit që ka mbajtur dhe kohë e mirë për të zhvilluar siç duhet tapetin e kuq këtu në para teatrit të Gjilanit në këtë transmetim nga Radio Televizioni 21 dhe Ziko TV. Duam falenderojmë të gjithë ata që na ndjekin, që nuk kanë pasur mundësi natyrisht pasi nuk ditur që janë dy media të fuqishme dhe fuqia tyre vizuale shkon përtej Atlantikut, shkon deri në Amerikë. Përshëndesim të gjithë ata që jetojnë në Amerikë, shpresojmë që po sjellin një spektakël që duhet, fundja për të parë jo vetëm se kush vlerësohet në këtë spektakël, po sa bukur vishen edhe artistët tanë. Pse jo, si në Hollywood. Një fjalë të madhe, por ky është ajo çfarë ne mund të themi për Hollywoodin ton shqiptar. Ada, mi mbrëma Shqipëria, Shkodra, Kosova dhe Gradeci. Tre skajet. Po shoti pa pyetun. Valerin, Ninje, Gjensilen edhe Djedonin. Ju të dy, se ti ku ke nusën njëherë? Hajde. Që se ke marrë nusën? Po, tash është normale sepse njëherë mund të jesh me nusën, po nga njëherë mund të kesh edhe nusën, po edhe dashnorin apo edhe shoqen e gjitha bashkë. Që ne ka u bashkuat me Valerin, me që Valerin është ish Big Brothisi vitet kaluar. Valeri është si epicentër për këto gjëra, për Big Brothistat, për këto senet showbizit, kështu që është nishe për këto gjëra. Cila? Po shkëlqen, duke shumë bukur, a dim pak kush të ka rregulluar?
Faleminderit për këtë kujdeset gjithmonë Suela Cangu, e cila e përshëndes pafund. Ndaj ndonjë çmim më duket, ë? Ndërsa për mua është kujdesur Altin Mici. Si gjithmonë për ty e dia në fakt, do ta them, e duket shumë mirë, Valer. Kalojnë sa mirë brenda Diedon, Gjecila Valer, ne shumë për pranin tuaj. Ishin personazhet të famshëm që vazhdojnë të rezistojnë nga reality show Big Brother. Mirë se vini Menakon, fuqia dhe shtëpia e modës, si jeni? Mirë, faleminderit. Ishte gjithëm në fakt në gjilanin tuaj. Faleminderit. Dukeni për mrekulli, të pyes pak, ti vetë ke gatuar këtë rroba? Po brumin e kam gatu, që kush e ka përpunuar. Dhe bashorti si tha? Unë thot jam për kreatorën këtu. Keni veshën duket disa vajza që më ndihmojnë. Jeni të ftuar special këtu, do ndajnë ndonjë çmim, më thoni pak se ju keni lidhje shumë mirë, edhe me Zikon, me producentin. Po, jemi mish shumë të moshëm, jemi në Gjilan. Patjetër. Kemi një bashkëpunim qysh ka herë. Jemi mysafir të Zikos, sigurisht ka edhe me veshje Menakon e sante këtu, po ne jemi mysafir. Mos më shaj, një notë për veshën time? Bukur dukesh. Faleminderit, kalojmë sa mirë brenda. Okej, e bëra këtë në fakt dashur mi sepse dua të falenderoj shumë edhe stilistin tim nga Tetova, Nusret Alian, butiku e Mona, që kujdeset zakonisht disa vite për veshën time. Ndihem shumë komod në rrallë të parë, kështu që mirë është, pavarësisht se edhe njerëzit e modës japin shpeshherë këshilla. Falenderoj shumë edhe stilistën Vjosa Llapashtita që kujdeset për këshilla për veshën time. Blero, mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Shoqëror? Azdreni është Kontor i ri po. i ri. Sa të ri ke marrë në kompaninë tënde? Shumë të ri edhe, po ta din apo jo? I kum qit gati jo po krejt, i vetëm Azdreni që ka primar, kështu që Azdreni do të jetë ai që do të përfaqëson elefantin. Ke shumë fansa, ha? Poje, për ty... Edhe këte, Blero. Edhe në pyes, e Afrona ku është? Afrona është të shtëpia. Okej, s'ka mundu të vi. Speton Zikon këtë event. Sonte do të ndash do këndosh, do... Shurëm, në dhe minum. Suksese shumë edhe kaloni sa mirë. Faleminderit shumë. Shumë fansa po e shkumbini, mi mbron miserde. Me bashorten më në fund. Jo, shpesh e shoqëron shkumbinin më duke. Po, ndonjëherë. Dukeni shumë bukur, shkumbin. Ti ke dhënë vërejtja, apo ndonjë këshill për mirë bashortës për veshjen? Jo, duket edhe. Ka petikuq? Po, besoj që dukemi bukur sot. Okej, kemi kënaqësi të kemi shkumbin, i nominuar për një nga baladat personalisht për thënë më të mira, për këtë vejë. Faleminderit, po jam i nominuar për baladën më të mirë, tani shumë. Do këtojmë apo si mendon? Shpresojmë. Okej, por veshjen e shkumbinit, ti e këshillon shkumbinin apo jo? Po mundohem ndonjëherë. I keni ardhur direkt nga Maqedonia? Po, kemi nga Tetova atëre. Kalojnë sa mirë brenda dhe fat, pse jo? Faleminderit shumë. Më vjen shumë mirë që këtë vit artistët me emër, siç ishte Ismaili, Meda pak më parë, i kanë në krah bashortet e tyre. Këtë vit i shikoj që kanë preferuar dhe që është më mirë të jenë me bashortet e tyre dhe shumë mirë kanë bërë.
është çifti më i ri i estradës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, Çifti më i ri sa u martuar. Të trashëgoni me që nuk e kam uruar. Faleminderit shumë, faleminderit për urimin Maxi. Më duket më të bukur tani që jeni të martuar në red carpet. Po normal, po na vullon fytyra. Si po ndjeheni? Mirë, shumë organizimi që ka me të vërtet jashtëzakonshëm. Çka ke bëj nominuar në shumë kategori. U gëzova në fakt unë. Po e di, ne edhe jemi shumë atje dhe di që gëzohesh, jam i bindur që gëzohesh. Jam i nominuar, po shpresoj që do të kem edhe çmime, nga se kemi bërë një punë të jashtëzakonshme me klipet, që kemi cek edhe më herët, kështu që shpresoj që do të ketë edhe çmime. Cili çmimi takon 100%? Çaj që e ka marrë vetë se në vende tjera, çmimi kryesor, sipas meje. Sa më shumë çmime? Faleminderit shumë. Vajzat e bukura. Albinora, moderatore njëkohësisht edhe ish Miss Kosova dhe Dafina e hiteve. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shoqe të bukura, po gjithmonë bashkë të dyja. Ndoshta edhe si motra. Dukeni një kombinuar edhe si motra. Na gatrojnë tani. Dëgjoni tani. Pse jo me ndonjë mashkull përdore? Dafin. Po, unë edhe ma herët po ta këtë muhabet tash nuk po na vin, s'po na vjen kërkosh. As një mozin nuk e mori dikën. Akoma mirë se ne bash. Dukeni shumë bukur. Më flasim pak kush është kujdesur. Për mu është kujdes saloni Njonza, plus është edhe Fortesa butiku. Edhe për mua tiku Fortesa. Është shumë e vi. Lasë gjithë. Me që nuk keni meshkuj përdore, t'ju put pak në faqe të dyjave? A ti put apo jo? Ludovic, këto e njëni këtë personazhin, Mirëmbrëma. Nisi qetin. Me shumë foto, Shumë bukur. Këta janë shumë. Mirëmbrëma, muzik. Mirë se erdhe. Faleminderit. Po thoja këta janë shumë on records, është shtëpi e madhe. Dhe këto janë new entry. Edhe Baby G. Dy vajza që keni tani në kompanin. Ku e kam me Kristin? Përveç se menaxherin? Është me menaxheri, kjo është Baby G, ka jetuar në Londër tash kohë. Ne bëjmë muzikë me neve, është pjesë e familjes. Do marrim këtë çmimin apo? Shpresojmë, por nuk dal po. Okej. Vije Flo, faleminderit shumë me menaxherit. On record në shumë kaloni. Faleminderit. Okej, ovacione të merituara. Ne vazhdojmë me të tjerë të ftuar të Xhelani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Je si po ndjenin tapetin e kuq? Natyrisht shumë mirë. Është festë e madhe për këtë qytetin e Gjelanit për këtë organizim të madh. Sportista. Unë jam trajneri i Gjelanit, kurse Albani është kapiteni i këtë Gjelanit. A më mirë me bë organizime të tilla me marr pjesë apo në fushën e blert? Po kjo është diçka nga jo rondon çka po ne, me vërtet është diçka një kënaqësi edhe një privilegj. Nga Ziko do ndajnë një çmim i ftuar special. Është një nder i madh. Domethënë jemi të vlerësuar me këtë. Po qyteti i Gjelanit po tregon që edhe në sport edhe në muzikë, domethënë ka kulturë këtë qytet. Relaksoni sonte dhe fitoni sa herë të keni ndeshje. Faleminderit shumë për vendin tuaj.
Mirë se erdhët artistët që vini nga Maqedonia. Si jeni? Mirë, shumë. Përshëndetje. E parë në Zhuma Video Music Awards apo? Po, është për mua është hera parë si. E si hera parë si ndjesh? Si po të duket këtu në Gjilan? Kështu duket shumë mirë, por është akoma herë për ta dhënë këtë përgjigje, po gjithsesi mirë. Se do dalim besoj. Po, sigurisht. Jeni të ftuar, të nominuar, më tregoni pak sa? Po, i nominuar. Kategorinë? Best rock. E, dojmë apo jo? Shpresoj. Vajza në krah? Jam një mike e Vullnetit. Vetëm mike? Sigurisht. Ishte këtu Ndo? Dhe sigurisht është artiste. Kemi një bashkëpunim, kështu që jemi të përfunduar, kështu që jemi në të njëjtin. Okej, unë jam shumë kurioztar, kështu që gazetar këtë pyetje, natyrisht edhe këtë kuriozë kam. Kalojnë sa mirë bëna dhe pse jo me fitore. Faleminderit shumë. Besa, po na zbukuron sonte tapetin e kuq, mi mbrëma. Jo rrallë herë ti je në tapetin e kuq, natyrisht edhe në zhurma. Të shoqëron sot kush? Gjallëzës, dizajnerja dhe disa shoqëri. Dukesh natyrisht një mis, dukesh shumë bukur. Kush të ka ta themi emrin e dizajnerës nëse na lejohet ose Vjen tani Bio, është dizajnerja që për kujdes për fustanin. Vjosa Metaj për grimin dhe Flokët. Atje. Po. Kur i kalojnë sa mirë ti je ftuar për të ndarë një çmim apo për të ndarë një çmim. Okej, do të shkëlqesh edhe shpresoj të kalojnë sa mirë, kjo është e rëndësishme. Faleminderit shumë. Mirë, faleminderit. Gans, përshëndetje, mirë se erdhe. Mik i vjetër. Shumë i vjetër. Me Zikon, sot më duket do të performosh? Po. Këngë. Miloti ka bërë këto diskutime, kështu që unë nuk kam idenë, por për mua është të njëjtë. Nuk që dëgjon? Po edhe me ditë nuk e them. Okej. Mirë, nuk po të pyesim më për me ditë asun, por të pyes diçka, ku e ke ekipin, ku e ke atë Vin. Kompaninë e madhe. Po, Vin. 2x2, 3x3, kështu që vinë. Unë sot erdha me një mik të emën Veçantë, edhe Miloti vjen me pjesën tjetër. Je i kënaqur me nominimet, për shembull, ku shikon këngë që ti ke bërë janë të nominuar dhe preqet fitojnë këngët e tua? Vetëm gjë që më jep kënaqësi që domun është nëse këngët ecën mirë te publiku. Për tjerat është çështje e shijes, çështje urisë, çështje ekipit që i ka përzgjedh. Më rëndësish plasmanin treg, si ka ecë dhe si e ka prit publiku në aspektin e xhanit. Mirë, në ndërrohemi të kemi gjithmonë ty dhe kaloj sa më mirë. Faleminderit.
Mirëmbrëma djema, si jeni? Keni edhe ju fanca, ha? Po dukeni mirë. Faleminderit shumë. Si model, nuk kam çfarë të them tjetër. Kush është kujdes? Kena dhe Visari të dikon? Po pra, Visari duke bërë intervista atje. Okej, hajde, se bashkë me mikrofon. Duken ma mirë. Jo, nuk po do i thash. Mirë. Sonë, përshëndetje, si jeni, si keni kaluar? Mirë, ndani imi bërë mik 21. Të ftuar për ndarë në një çmim, të ftuar special. Kena mendojnë nga Tresha, Visari, Meti, Merituni, Best R&B. Po këta të dy nuk di asgjë, janë lidhur apo ti ku e ketë fejumen mo? Nuk e more? Qëre, nuk jam i fejum, unë jam martu. Je martu? Ja, ma qënë më shumë nuk e dija. Po ndryshe, së është në këto vjetan së e di për momentin. Ti këtu? Po, në këto. Okej, kalojnë sa mirë, djem, na vjen shumë mirë që jeni këtu. Kalim mirë. Urime. Përshëndetje mi mbroma, mirë se erdhe. Përshëndetje, mi si. Të që kemi ardhur dhe është Taxi këtu. I etnonin Blackfishit. në kompaninë tuaj. Sonë do të perfumojnë një këngë. Genci nuk e din cilën këngë, ti e din cilën këngë? Dim, nisë me kallëzoj, ma dua saj së në. Gjithmonë doni edhe Ziko në eventin. Në dhe prej kohës kur edhe nuk ka ekzistu si Ziko TV edhe si kompani që është marrë me CD-a, me aktivitetet të kohës atërshme. Që që gjithmonë jemi kanë afer, nga ka qenë fillimisht ajo afer, neve është që ne jemi bashkëpullor mirë. Më vjen mirë që nuk ndryshoni kur, edhe në stil edhe të mirë gjithmonë. Kalojnë sa mirë brenda. Suksese, faleminderit. Faleminderit. Ovacionet janë për Fjolla Morinër, mirë mbroma, përshëndetje. Mirë mbroma, mirë si u gjeta. Mami më seksi jeti. Dukesh bukë me se seksi. Faleminderit shumë. Kujdes. Arbri për grimin, arbër bëtyqe për flokë në agipi, faleminderit shumë për bustanin, Filloresa Buzulli. Edhe frymëzimi, dy vajzat me siguri dhe vajza e vogël sigurisht. Oh, me nëzhe kam flajt. Po mirë. Ku ke lënë vajzën? Me mami. Okej, je ftuar për të performuar sonte. Po, jo me performuar edhe për me ndonë një shmim. Unë me jetë vajzën e ka kaluar një muaj, dy nuk e di sa. Një muaj. Edhe me njëherë në skenë. Po, me njëherë, pa tjetër. Kënaqësinë e ovacionet e publikut ishin për ty, kaloj sa mirë bën. Faleminderit shumë. Edhe Laura, këngëtarja që ka shumë mirë këtë vit, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dukesh bukur, ha? Faleminderit shumë. Kush kujdesur? Floresha Bekesholli fustonin, make-up arbër bëtyqe, kurse flokët, në me thoni ka po Odja, saloni Odja Gjilan. Të kam parë në shumë nominime, do fitojmë në një çmim apo jo? Ta shohëm tash. Kaloj sa më mirë dhe kënaqur. Faleminderit shumë.
Mi mbroma, ovacionet për ty. E janë këto zhurmat për ty. Po të presin e zi. Falenderoj gjithë. Mi mbroma mirë se erdhe për herë të parë qili. Mësoj gjeda. Noise. Okej. Shkojmë të kamera këtu. Si ndjesh për herë. Ja, që më mirë Kosovë, për gjithësi, kështu që... Dukesh pak kush është kujdesur për ty sonte? Për veshin jam kujdesur vetë, për lukun flokët mami im dhe Suela Cambu me kapin. Ja këtu, e raltini. Mi mbroma, mirë se erdhe. Si u gjenë? Ja këtu të kamera me që jemi. Edhe ti po e të parë më duket në red carpet. Se po ndjesh? Shumë mirë. Po ndjemi mirë, ngrohtësisht. Okej. Azi. Enda, qili, hym brenda. Faleminderit, kalojnë sa më mirë. Fatën barë, okej. Gjithë ky ovacion ishte për pejnë e famshëm Noizi, këngtaren Qileta, këngtaren. Duhet shumë natyrisht.